Ditën e sotme nis zyrtarisht fushata zgjedhore për zgjedhjet parlamentare të 11 majit 2025. Në garë për këto zgjedhje do të jenë 11 subjekte në fletën e votimit, ku përfshihen parti dhe koalicione. Çdo forcë politike apo koalicion, sipas formulës së re elektorale, ka 186 kandidat për deputet, ku 46 janë në listat e mbyllura dhe 140 në listë të hapur. Në qarkun e Gjirokastrës, 55 kandidat do të jenë në listë hapur dhe 11 në listë mbyllur. Edhe në këto zgjedhje qarku i Gjirokastrës do të çojë në Parlamentin Shqiptar 4 deputet. Aktivitetet politike do të nisin sot, ku Partia Socialiste në orën 17 do të zhvillojë 12 takime me gratë në të 12 qarqet e vendit në të njëjtën kohë, ndërsa të shtunën e 12 prillit në orën 12:00 do të çelet fushata me një takim elektoral në sheshin Skënderbej. Partia Demokratike do të çel fushatën sot në orën 19:00 në sheshin Nën Tereza në Tiranë, ndërsa në datën 12 prill ora 17:00 kjo parti do të shpalos të plot programin elektoral në Pallatin e Kongreseve. Gjithashtu Partia Mundësia Agron Shehaj do të çel po ashtu sot fushatën me një tur me autobus të personalizuar nga veriu në jug me simbole të partisë së tij. Nisma Shqipëria Bëhet e Adriatik Lapaj do të çel fushatën në Vlorë më 12 prill. Edhe koalicioni Euro-Atlantik i Lulzim Bashës do të çel fushatën po ashtu më 12 prill ora 11:00 te Xibraku. Lëvizja Bashkë Qori do të hap zyrtarisht fushatën elektorale më 13 prill në Fier, 10:30 te Teatri Bylis. Në zgjedhjet e 11 majit 2025, sipas regjistrit të gjendjes civile, kanë të drejtën e votës 3.7 milion shqiptar. Rrisia e këtyre zgjedhjeve parlamentare qëndron në faktin se për herë të parë do të votojnë me anë të postës edhe shqiptarët jetojnë dhe punojnë jashtë Shqipërisë, pas ndryshimeve të miratuara nga kuvendi në kodin zgjedhor. Për këtë arsye, nga data 11 janar deri në 4 mars u zhvillua procesi regjistrimit në sistemin të KQZ-s, ku 245.808 zgjedhësve u është miratuar kërkesa për të votuar. KQZ ka nisur zyrtarisht procesin e përgatitjes së dokumentacionit zgjedhor për votuesit shqiptar që jetojnë jashtë vendit dhe që do të ushtrojnë të drejtën e votës në zgjedhjet e 11 majit. Procesi po zhvillohet në ambientet e Parkut Olimpik, Feti Borova në Tiranë dhe përfshin disa faza të rëndësishme logjistike dhe teknike. Shpërndarja e fletëve nuk do të bëhet përtej datës 3 maj. Procesi po monitorohet nga përfaqësues të subjekteve zgjedhore, vëzhgues ndërkombëtar dhe vendas si dhe përfaqësues të mediave.